150 fëmijë humbën jetën. Shtetet e Bashkuara përdori të dhënat të vjetra për sulmin që ndodhi mbi shkollën në Iran. Një sulm i Shtetet e Bashkuara mbi një shkollë vajzash në Minab, Iran, që shkaktoi vdekjen e shumë nxënësve, mund të ketë qenë pasojë e përdorimit të dhënave të vjetra të sulmimit të objektivit, sipas dy burimeve të njohura me ngjarjen, raportoi Reuters të mërkurën. Sulmi ndodhi në ditën e parë të sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, dhe sipas ambasadorit të Iranit në OKB në Gjenev, Ali Bahreini, shkaktoi vdekjen e 150 nxënësve. Video që qarkullon tregon një raket Tomahawk të Shtetet e Bashkuara që godet zonën, megjithatë detajet e sakta të incidentit mbeten të paqarta. Burimet theksojnë se zyrtarët përgjegjës për përgatitjen e paketave të synimit mund të kenë përdorur informacion të vjetruar. Pentagoni konfirmoi se incidenti është në netim, por nuk ka dhënë një koment të mëtejshëm. Dokumentet e arkivuara të shkollës tregojnë se objekti ishte pranë një kompleksi të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, që raporton drejt për drejt liderit suprem të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump fillimisht sugjeroi pa prova se Irani ishte përgjegjës, por më pas pranoi se nuk kishte informacion të mjaftueshëm dhe do pranoi rezultatet e hetimit në vazhdim. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk synojnë qëllimisht civilët, duke shtuar se sulmet e qëllimshme ndaj shkollave dhe spitaleve mund të konsiderohen krime lufte sipas ligjit humanitar ndërkombëtar. Pamjet e funeralit të viktimave u transmetuan javën e kaluar nga televizioni shtetëror iranian, ku arkivolët e vegjël të mbuluar me flamur iranian u kaluan nga një kamion përmes turmës drejt vend varrimit. Hetimi vazhdon ende, nuk dihet se si të dhënat e vjetruara u përdorën dhe nëse faktorë të tjerë kontribuan në këtë tragjedi.